Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin 21 Live News. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se duhet angazhuar maksimalisht që të evitohen zgjedhjet e parakoshme, ndërsa Lumir Abdigjiku çështjen e konsensusit për presidentin e shesi shumë të vështirë. Ndërsa kanë mbetur edhe 2 ditë nga fati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri, janë intensifikuar takimet e liderëve të partive politike për gjetjen e një zgjidhjeje. Një takim i tillë u mbajt midis Kurtit dhe Abdigjikut. Para takimit, Kurti tha shkurt se duhet një kandidat për president, që i siguron 80 vota, por nuk tregoi ndonjë emër konkret. Po i vazhdojmë përpjekjet që ta përmbyllim me sukses edhe sfidën e zgjedhjes së presidentit. Na duhet kandidatja që siguron 80 vota në sallë. Pas takimit me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën, po takohem edhe me kryetarin e LDK-s, gjithçka brenda fare pak ditëve do të merret vesh. Ndërkohë, Abdigjiku para se të takoj Kurtin nuk preferoi të flasë. Zotri Abdigjiku apreti marrëveshje. Por pas takimit që zgjati rreth 1 orë, Abdigjiku tha se Kurti nuk ishte ndryshuar qëndrim nga takimi i kaluar, sa i përket gjetjes së një zgjidhjeje për postin e presidentit. Prandaj, sipas tij, nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete. Ishte vazhdimsi pra një takimi paraprak, por që në thelb reflekton në këtë periudhë të kaluar 7 ditore. T'ju them të drejtën e shumë të vështirë çështjen e konsensusit politik në këtë moment brenda partive politike shqiptare, nuk ka ndonjë kandidat specifik në këtë fazë që na është prezantuar. Ndërsa Kurti tha se nuk kanë ende një emër konkret për postin e presidentit, për shkak se nuk i kanë siguruar votat e nevojshme. Si lëvizje vetëvendosje bashkë me partnerët tonë, Guzo dhe Alternativa, i kemi 57 deputet, së bashku me Pakicat përbëjmë mazhorancën për 66 deputetëve, por nuk i kemi edhe 14 ende, që të sigurohemi që gjithçka do të shkojë bare mirë. Ndërkohë, Abdigjiku nuk beson se mund të gjendet një zgjidhje për postin e presidentit, nëse secila parti parlamentare propozon nga një kandidat të saj. Në këtë formë, sipas tij, vendi do të shkonte pashmangshëm në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është procedurë e parapërcaktuar për dështuar. Pra nëse vendos lëvizja vetëvendosje dhe PDK-ja të ketë garë, atëherë shkojmë në zgjedhje sipas gjitha gjasave, sepse si do t'i bëjnë 80 vota, por konsensusi bën president. LDK ka qenë angazhuar të gjej president. Pra të gjej një emër konsensual, jo zgjatim të qeverisë, pra mos jetë vazhdimsi e qeverisë, sidomos për një qeveri që ka 51% të votave, presidenti duhet të ishte një kundërbalancë. Por kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se duhet të bëhet çmos për të evituar zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kushtetuta thotë që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. Por a kanë votë vetëvendosje dhe LDK-ja për Vjosa Osmanin, e cila synon edhe një mandat si presidente. Duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, po duhet të sigurohemi që t'i kemi një 84-85. Dhe për këtë është duke u bërë beteja me këto komunikime e me këto takime të cilat po i zhvillojmë. Ne nuk kemi qenë ndrejmë për emrat përveçëm, por s'kemi thënë asnjëherë që kemi apo s'kemi votë për zonin Osmanit. Në këtë fazë nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. E aq më pak ndaj zonës Osmanit. Ndërkohë, PDK-ja nuk do të përfshihet më në bisedimet me VV-n dhe LDK-n për postin e presidentit. Kështu kishte bërë të ditur kryetari i PDK-s Bedri Hamza, i cili pas një takimi që kishte mbajtur me Kurtin të shtunën e kaluar, ku tha se do të hynte në një marrëveshje politike vetëm nëse propozimi i kandidatit për president bëhet nga PDK-ja. Kryetaria e Kuvendit Kosovës Albullena Haxhiu njoftoi se Bashkimi Evropian do të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat i vendosi në qershor të vitit 2023. Bashkimi Evropian pritet që këtë të hënë të heqë të gjitha masa ndëshkuese ndaj Kosovës, të vendosura para më shumë se 2 vjet e gjysmë. Këtë ka konfirmuar kryetaria e Kuvendit Albullena Haxhiu, e cila përsëriti frazën e mëhershme se ato kanë qenë të padrejta. Informacionet tona janë që sot do të vendoset në këtë drejtim, si kryetare e Kuvendit e përshëndes heqjen e masave të padrejta, ndonse me vonesë. Heqjen e të gjitha masave ndaj Kosovës e ka paralajmëruar edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
pas takimit me liderët e Ballkanit Perëndimor, në të cilin mori pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani. Heqjen e plotë të masave ndërshkuese ndaj Kosovës i parapriu largimi i pjesshëm i këtyre masave në fund të vitit 2025 në vlerë prej përafërsisht 216 milion euro. Masat janë vendosur Kosovës në qershor të vitit 2023 pas veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, të cilat Bashkimi Evropian dhe SBA-t i patën vlerësuar si veprime të njëanshme dhe nxitëse të tensioneve në veri të Kosovës. Në kohën kur masat u vendosën, shumë shtete të BE-s i mbështetën ato, duke menduar se janë vetëm të kufizuara, por më vonë kuptua se ato ishin më të zgjeruara. Sipas analizave të organizatave jo qeveritare në Kosovë, masa ndërshkuese i kushtuan Kosovën mbi 600 milion euro mjete financiare, që ju bllokuan vendin nga fondet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Krahas masave ndërshkuese financiare, Bashkimi Evropian kishte vendosur edhe masa në formën e refuzimit të takimeve në nivel të lartë me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, me përjashtim të takimeve në kuadër të dialogut, situatës në veri dhe takimeve e vizitave në nivel të gjithë rajonit. Ndërkohë, për shkak se janë të i kaluar afatet, 7.1 milion euro vlerësohet se kanë humbur përfundimisht. Zhvillimet e fundit në lindjen e mesme kanë aktualizuar frikën e ndikimit të mundshëm në Kosovë. Ekspertët vlerësojnë se rreziku i drejt për drejt mbetet i ulët, por theksojnë se situata mund të reflektohet në ekonomi, siguri dhe në hapësirën digjitale. Lufta në lindjen e mesme pritet të ketë ndikim edhe në Kosovë, kryesisht në aspektin ekonomik dhe atë të sigurisë digjitale, ndërsa ekspertët vlerësojnë se aktualisht nuk ka rrezik të drejtpërdrejt për vendin. Sipas zyrtarit policor të Kosovës, Refki Morina, në vendin ton mund të prekën ekonomia, energjia apo edhe stabiliteti i sistemit financiar. Po në aspektin global, të rëndësishëm do të thotë konfliktin e lindjen e mesme ka impakt do të thotë në aspektin global, kurse sa i përket aspektit sigurisë në tërësinë e Kosovë, ajo mund të ndikojë në mënyrë indirekte, sidomos në aspektin ekonomik, ngritjen e çmimeve të energjisë, pastaj të naftës, sistemin bankar e tjera. Ndërkohë, eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala vlerëson se edhe pse vëmendja ndërkombëtare është përqendruar në lindjen e mesme, institucionet e Kosovës janë ndërtuar dhe përgatitur sipas standardeve perëndimore për menaxhimin e krizave. Në këtë rast ne do duhet të referohemi Republikës Kosovës, që dini qarta që në luftën kundër terrorizmit Republika e Kosovës ka një avantazh shumë më të mirë në raport me shtetet rajonit të Ballkanit Perëndimor, sepse ne kemi parandaluar sulmet terroriste në drejtim të ekipet e Izraelit në Shkodër, më pastaj edhe veprimet e tjera, dhe kjo do të thonë faktin që ne tani më kemi të krijuar institucionet në frymën e mbështetjes doktrinore ideologjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Përveç sigurisë së përgjithshme, ekspertët vlerësojnë edhe rrezikun që i kanoset fushës digjitale. Njosja e sigurisë kibernetike Gonxhe Sylaj thotë se Kosova mund të përballet me sulme indirekte. Sulmet kibernetike janë përtej kufinve. Ato mund bëhen shumë shpejt edhe në shtete tjera në momentin që ekziston lidhja në internet. Kështu që duhet kemi parasysh se mund të ballafaqohemi me sulme indirekte dhe sulmet mund të jenë të ndryshme, mund të përfshin ransomware apo haraj digital, distributed denial of service attacks, phishing, credential theft, vjedhje të kredencialve, apo mund të shohim rrjedhje të dhënave. Në periudha tensionesh, rrjetet sociale shpesh bëhen hapësirë për sulme. Pas sulmeve ndaj bazave amerikane të vendeve të ndryshme në media sociale, disa serb kanë publikuar koordinatat e bazës Bondstill në Kosovë dhe pikërisht për këtë arsye, ulëmtuesi i mediave sociale Festim Rizanaj kërkon kujdes të qytetarëve ndaj lajmeve të rreme. Për shkak se në këto rrethana ka shumë bingarkesë të informacioneve, në kuadër të secilave ka dhe dezinformata të ndryshme. Atë qytetarit duhet që këto informacione ti marrë kryesisht nga media kredibile që i verifikojnë edhe i filtrojnë informacionet para se me e publiku për shkak të ndjeshmërisë rastit. Këto domethënë ndikojnë te kryesisht të shqiptarët, po mundemi me cekë edhe rastin te komuniteti serb, ku në kanale kanë qarkulluar domethënë koordinatat e kampit Bondstill me idenë apo është interpretuar në formë të tillë që të jetë si target i sulmeve iraniane. Përkundër zhvillimeve të rrezikshme në lindjen e mesme, ekspertët thonë se Kosova mbetet stabile. Me gjithë këto vlerësime, tensionet në lindjen e mesme kanë alarmuar gjithë tregun botror të derivateve të naftës, ku bën pjesë edhe Kosova.
Pas shpërthimit të konfliktit në lindjen e mesme, çmimi i naftës në tregjet botërore është rritur, duke afektuar kështu drejt për drejt edhe tregun e karburanteve në Kosovë. Prej 1.15 deri në 1.21 euro sa ka qenë, çmimet të hënën sillen nga 1.18 deri në 1.25 euro. Qytetarët shprehen shqetësim për këtë shtrejtim të karburanteve. Çka me thonë, rritja e naftës realisht ka direkt rregullime në çdo proces punësor. Ne për shembull punojna me kompaninë tonë dhe jena thuajse çdo ditë non stop në lëvizje në vetura duke ofruar shërbime klientëve tanë. Kjo ka një kosto shtesë, realisht nuk është e mirë, është e mundimshme, por na patjetër duhet me i marrë parasysh problemet globale që ndodhin këtë ditë, edhe besoj si pasojë atyre problemeve shihet situata në teren. Po për hak të kushteve të luftave atje, në Iran ka ndikuar shumë të na për shembull të morë me standardin tonë rrogat na smujmë përballu kësaj veç tash pritet çka ndodh, çka bëhet. Megjithatë, kryetari i shoqatës së naftarëve në vend, Fadil Berjani, thotë se aktualisht në Kosovë çmimi i naftës është më i liri në rajon. Qytetarët për momentin kemi një rritje të lehtë, 2 cent sot ka qenë në rritja, po që është ajo më e keqja të keqes, shembull për marrë në Berz për momentin është duke rritur $150 për ton, që i bjen 10-15 cent për litër. Berza është gjithmonë një synimi joni që e kontrollojmë dhe shohim dhe orientohemi nga të berza. Çmimi për momentin në Berz është duke rritur 15 cent. Por qytetarët tonë janë duke u shërby me çmimet më të lira në region, duke përmend Shqipërinë, Serbinë edhe shtete tjera. Kështu që qytetarët tonë janë duke u furnizuar me çmim shumë real. Në rast konkret apeloj të gjithë naftarët të jenë me çmime shumë real siç kanë qenë gjithherë. Por lus edhe marketet të cilët kanë rrit çmimit gjithherë kur u rrit nafta edhe se u rrit dje me një çmim të lehtë, do të thotë që akoma nuk ka çmim të shtrenjtë të derivateve, po shporta e qytetarit është më e shtrenjtë. Rritja e çmimit të naftës pritet të shkaktojë një rritje zinxhirore të gjitha çmimeve të produkteve në treg. Në dhomat e specializuarat Kosovës në Hagë, mbrojtja Hashim Thaçit mori në pyetje dëshmitarin e parë të zyrës së prokurorit specializuar në gjykimin ndaj Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuqit për pengim të drejtësisë. Dëshmitari me numrin 7 në këtë çështje gjyqësore, i cili është staf i zyrës së prokurorit të specializuar, e ka nisur dëshminë e tij të premten në masat mbrojtëse. Ai në gjykatore tha se ka pasur disa hetime për pengim të drejtësisë. Kishim disa hetime për pengim të drejtësisë. Unë nuk e dija se sa çështje në fakt do të materializoheshin për pengim të drejtësisë. Si përfundim, patëm vetëm 3 raste, 3 çështje për pengim. Dhe unë nuk mund t'ua specifikoj ju se sa burime kemi pasur ne për çështjen 10, 12 apo 11. Edhe të gjitha këto ishin të ndërlidhura me çështjen 6. Këtë përgjigje ky dëshmitare ka dhënë gjatë kundër pyetjeve të avokatës së Hashim Thaçit, Sofie Menegon. Në fillim të seancës, ajo gjithashtu i tha dëshmitarit se ai e ka lexuar dosjen e prokurorisë dhe mbrojtjes dhe nëse ka pasur qasje në dokumentet e kësaj çështje gjyqësore. Sa dini keni për çështjen 12, me që jeni staf i ZPS-s. A mund na thoni fillimisht, a keni lexuar dosjet e prokurorisë dhe të mbrojtjes për çështjen 12? Përgjigje jo. Ju lutem. A mund na thoni nëse keni qasje në dokumentat e çështjes 12? Përgjigje po, kam qasje. Faleminderit. Me që këto 2 çështje janë të ndërlidhura, a mund na thoni nëse keni edhe qasje në dokumentet e çështjes 6? Përgjigje po, kam qasje në të gjitha dokumentet. Pyetje. Ju lutem, a mund na thoni cilat materiale keni lexuar për të përgatitur për dëshminë tuaj? Përveç deklaratave tuaja. Përgjigje. Lexova disa shënime që lidhen, dokumente që lidhen me mbrojtjen e dëshmitarëve, por nuk më kujtohet në një gjë konkrete. Është e vërtet që dëshmitarët e çështjes 6 kontaktoheshin rregullisht prej ZPS-s që të përditësoheshin në lidhje me ecurinë e çështjes nr. 6. Sakt, pyetje. Për shembull, para që ZPS-ja kishte synon të ditë felicitata, përgjigje po.
pyetje para që ata janë kontaktuar për të informuar se kur të fillonte çështja për gjykimin e ZPS-s, kur pritej përgjigje saktë. Hashim Thaçi, Bashkim Smaka, Isni Kilej, Fazli Fazliu dhe Hajredin Kuqi akuzohen për pengim të drejtësisë, për çka ata janë deklaruar të pafajshëm. Edhe avokatët e mbrojtjes kanë kundërshtuar këto pretendime, ku kanë thënë se provat e prokurorisë nuk dëshmojnë kryerjen e veprave penale për çka ata akuzohen. Kryetari i Kuvendit Shqipërisë Niko Peleshi qëndroi sot për vizitë në Kosovë, ku prit nga krerët e shtetit me të cilët diskutoi postjerash për koordinimin mes dy vendeve për stabilitetin rajonal. Në pritjet e presidentja Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë dhe të vazhdueshëm mes dy vendeve. Edhe presidentja Osmani vlerësoi si vllazërore dhe strategjike raportet mes dy shteteve. Uniteti ynë është forcë, koordinimi ynë është garanci, ndërsa vizioni ynë është paqja, stabiliteti dhe e ardhmja e përbashkët euro-atlantike. Në kohë sfidash globale, qëndrimi ynë i përbashkët është forca dhe siguria jonë. Se koordinimi mes Kosovës dhe Shqipërisë është thelbësor për forcimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajon, e tha edhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi. Shqipëria mbetet zëri më i fuqishëm në mbështetje të Kosovës në arenën ndërkombëtare për të avancuar integrimin euroatlantik, shtimin e njohjeve dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi u prit edhe nga homologja e tij, Albulena Agjiu. Ndam ide për shkëmbimin e grupeve të deputetëve dhe komisioneve parlamentare për të përfituar nga përvojat dhe praktikat më të mira mes dy shteteve tona. Gjithashtu folëm për rëndësinë e marrëveshjeve të miratuara në kuvendet përkatëse për rolin ton mbikëqyrës dhe për nevojën për të shtuar marrëveshje të reja që forcojnë bashkëpunimin dhe përmirësojnë jetën e qytetarëve tanë. Më pas u prit edhe nga kryeministri Kurti. Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë theksuan rëndësinë e unitetit dhe e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet dy shteteve tona. U vlerësua se Kosova dhe Shqipëria si dy shtete të një populli ndajnë aspirata të përbashkëta për zhvillim të qëndrueshëm, forcim të institucioneve demokratike dhe integrim euroatlantik. Mediat në të gjitha këto takime u lejuan të marrin vetëm pamje. Ndryshe, vizita e Peleshit pasoi vizitën e ish-ministrës së punëve të jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila, një ditë pasi vizitoi Kosovën, u shkarkua nga posti i ministrës së jashtme të Shqipërisë në kuadër të ndryshimeve që bëri kryeministri Edi Rama në rikonstruktimin e qeverisë. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka miratuar disa pika të rendit të ditës, përfshirë hapjen e konkursit për 3 antarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe caktimin e 1 antari në Komisionin Qeveritar për njohjen e statusit të ish burgosurve, të dënuarve dhe të përndjekurve politik. Antarët e komisionit përfshin në rendite propozimin e deputetit të vetëvendosjes Vigan Qorrolli për shpalljen e konkursit për plotësimin e vendeve vakante në Këshillin Gjyqësor. Të mirëfillt atëherë institucional në zgjedhjet e vitit 2025, kemi një kërkesë e cila është deponuar në maj të vitit 2025 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për shpalljen e konkursit për plotësimin e një vendi vakant si pasojë e dorëheqjes së një kandidati më hershëm që ka ushtuar funksionin në Këshillin Gjyqësor. Kështu që për momentin ne kemi një vend vakant në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, andaj në bazë të gjitha autorizimeve që ne i gëzojmë si komision, kërkoj që të futet pika e rendit ditës shpallja e konkursit për një antar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por nëse janë 3 vakanca, atëherë mundemi që për të 3 në shpallje. Komisioni miratoi hapjen e konkursit për 3 antarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 1 nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga radhët e komunitetit serb, ndërsa deputeti i AK-s Besnik Tahiri propozoi 3 shtesa në planin e punës. Unë kërkoj që si pikë e rendit ditës në planin e punës tonë bëhet një vlerësim i punës tyne për shkak se në atë kohë si logjik kur e kemi diskutuar në komision, logjika për gjykatën komerciale ka qenë sa ma shumë me mujtë me decentralizu sistemin që me mujtë me i trajtu në atë kohë lëndë, cilat kanë qenë lëndë diskutabile në mes të gjykatave dhe sektorit privat.
pastaj tek gjykata administrative është lidhur shumë me punën civile, kontestet civile. Edhe në atë kohë kemi pas mbështetje edhe për një programi të ambasadës amerikane. Ka qenë një program me cilin kem punu. Mirë, por nuk dim se si kanë shku punë deri tash. Sipas Tahirit, duhet vazhduar praktikën e organizimit të një punëtorie të përbashkët me Komisionin për Legjislacion në Parlamentin e Shqipërisë me qëllim shkëmbimin e përvojave në reformat në drejtësi. Propozoj që të vazhdojmë, zakonisht pranvere ne shkojmë Tiranë, masanej dikur në pjesën e tretë vitit ata vinë të na ose të katërtën, pra një punëtori të përbashkët me Komisionin për Legjislacion në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Edhe pika e tretë ndërlidhet me një çështje që është bukur e rëndësishme, dhe ka të bëjë me vetë ligjin për deputet. Lidhur me këtë çështje, deputeti Adnan Rustemi tha se do të ishte më e përshtatshme që monitorimi të bëhet në sesionin vjeshtor, duke cilësuar si veprim të parakohshëm shqyrtimi në këtë fazë. Bindja ime është që shkon më mirë në sesionin vjeshtor me monitoru këtë. Shumë këtë plotësisht dakord, po jam shumë i sigurt që është pak veprimi parakohshëm. Kryetari i Komisionit për Parim Gruda theksoi se gjykata administrative ende nuk është funksionalizuar plotësisht, duke propozuar që në këtë sesion të monitorohet gjykata komerciale, ndërsa në sesionin vjeshtor të përfshihet gjykata administrative. Pas diskutimeve, anëtarët e komisionit u pajtuan që kjo pikë të shtyhet për në mbledhjen tjetër, ndërkaq në pikën për caktimin e një antari në Komisionin Qeveritar për njohjen e statusit të ish të burgosurve, të dënuarve dhe të përndjekurve politik, Qorrolli në emër të lëvizjes vetëvendosje propozoi deputeten Arieta Regjepi. Propozimi u miratua unanimisht nga anëtarët e komisionit. Minatorët e Trepqës kanë zgjerrë në horizontin 11 një kristal të madh dhe të rrallë, pjesë e masivit që përmban pirit dhe galenit. Pas nxjerrjes së një kristali të madh, shefi i shërbimit gjeologjik Xhemail Tupejlla ka theksuar për kushtimin e punëtorëve që përkundër peshës të rëndë e kanë bërë kristalin të gatshëm për transport. Këtë kristal e kanë nxjerrë punëtorët e horizontit 11 përkatëse punishtën 151A, e cila karakterizohet me disa zgavra natyrore që kanë hasur, në kuadër të cilave është nxjerrë edhe ky kristal si pjesë më masive që përbën pirit, galenit dhe mbuluar me kalcit i bardhë. Për masat e tij janë dikun 1,40 e lartë me 1,20 e zgjon. Tupejlla vuri në pa zellin e minatorëve të ndrrimit të tretë për të nxjerrë këtë kristal të veçantë. Po është interesant se kapi e shtronë, mirë po punëtorët të zellshëm të ndrrimit të tretë e kanë nxjerrë, e kanë bërë të gatshëm dhe të mundshme përmes vagonetave, lokomotivës dhe përmes korpës e kanë nxjerrë, edhe pse nuk është lehtë, se është peshë e madhe, është gabaritet bëjgit mëdha, po me zellë me kanë arrit me si. Kristali i nxjerrë tregon për pasuritë minerare të Trepqës dhe për kushtimin e punëtorëve në punën e tyre. Informacionet e fundit mund t'i gjeni në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.